Audion të cilin Berisha e konsideron fake ose të manipuluar është audio në fakt që familjarët pretendojnë se është një provë e re. Si shta dhe Karanja, pak ka kërkuar që të ekspertohet në jashtë vendit kjo audio, por Berisha në këtë moment është pyetur dhe për syrin e nxirr të ish komandantit të gardës. Le ta ndjekim sinkronin numër 3, lutem regjia, dhe rikthehemi në studio. Një ditë pas protestës së 21 janarit, shefi i Gardës së Republikës në atë kohë Andrea Prendi u shfaq në publik me sy të nxirr. A mund ta shpjegoni çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë moment, sepse ka mbetur e paqartë që për 14 vitesh? Më mirë se kushdo tjetër, çfarë ka ndodhur e shpjegon secili person që ka përjetuar. Andrea Prendi ka qenë në kryet e detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim, ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për të qelluar jo me fishek manovre, po me fishek luftarak ndaj protestuesve? Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri. Të garantoj që ka një audio. Keni një koment për një audio të dorëzuar nga familja të ai urdhër është nga familja Alex Nikës. Po, flas për atë, po. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamas. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një alisot i dal pas 13 vitesh. Asnjë gjë zot, është zero. Po, është një lloj si Shiriti i Lirmec. Për serva, jo, nuk jam pyetur për sistemin e sigurisë jashtë. Nuk kam gjeni për to. Në rast se do të rriteni sërish, do paraqiteni? Sa herë të duan. Avokat, me që ju keni informacion më tepër se sa ne këtu dhe se sa publiku për audion që kanë dorëzuar familjarët, mund na thoni diçka, është autentike kjo audio? Autentike. Po pse Spaku kërkon që ta dërgoj jashtë Nuk e dim këtë gjë, këto s'merre me thashë theme, merre me hetimin. Di që Spak deri tani në hetimin që po bën, edhe që unë thash shterus, ai deri tani edhe ato prova që ne kemi paraqitur me memorien tonë, kur e kemi dhenë, një ndër to ka qenë edhe kjo audio. Dhe kjo audio faktikisht është marrë nga radioa e komandantit gardës. Pra nga valja e tia. Çdo gjë është marrë nga valja e tia. Edhe kur Andrea Prendi u thirr që të shkonte në kryeminist tek zyre e kryeministrit, ku ishte brenda atje, domethënë banda e atyre që e mbronin faktikisht Saliun, se çdonte bie fjalat e zyre kryeministrit Sali Lusha, se çdonte në atë, domethënë zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Dëgjon, e tjerë me radhë, domethënë njerëz të kësaj natyre, e di Andrea Prendi që vajti se ai e përjetoi faktikisht çfarë përjetoi atje, por Andrea Prendi u thirr, edhe në momentin që u thirr, sa ka dalë për 8 sekonda, domethënë u realizua ajo masakër, vetëm 8 sekonda. Pra, mori urdhrin e mori mbasi, u çarmatos vet, jo vetëm u çarmatos, po hengri dhe pistoletën, domethënë, e hengri në sy, edhe ka gropën akoma këtu, kur doli nga zyra e kryeministrit, dëgjon. Ju keni kërkuar, besoj, që edhe Andrea Prendi të merret në pyetje apo? Po muara ai në pyetje. Është marrë në pyetje. Po nuk ka, ai s'ka deklaruar asgjë. Nuk e dim nëse çka ka deklaruar, ai se çka ka deklaruar janë atje në dosje, ne kur të marrim dosjen, sepse ca materiale që janë, domethënë të Po, sa kohë ka kjo dosje që... Nuk janë sekrete, ne i kemi marrë. Ato që janë sekrete, nuk i marrim dot tani. Okej, nga këto materiale jo sekrete, çka ka diçka interesante, avokat që mund ta ndani me publikun? Po jo, këto janë interesante, të gjitha këto. Interesante janë se ne kemi çuar, jo vetëm kaq, po kemi çuar bie fjala, kemi çuar
çfarë pa me sytë e tij Fatmir Gjafa ditën e asaj proteste të 21 janarit. Ai ka përmbledhur një libër. E kemi quar komplet atë librin atje. Librin e Preç Zogajt e kemi quar. Kemi quar librin e Bambir Topit. E kemi quar një për një edhe si ishte edhe prokurori. Ato deklarimet që ka bërë. Po, e konfirmon dhe Berisha që është marrë. Po. Thirrë edhe dëshmitar. Po se çka ka thënë Ndrea Prendi ne nuk e dim. Urdhëro? Se çfarë ka thënë Ndrea Prendi askush nuk e di. Në këtë vështrimin tuaj. Po e din përveç prokurorit, ë? Prokurorit dhe hetuesit që kanë qenë atje të pranishëm, atje në pyetjen e Megjithatë avokat, mund më japësh një opinion. Atje është edhe letra bie fjala që dërguan prokurorët, mund ta konfirmoj prokurori që është këtu, që kërkuan këta edhe kamerat, edhe serverat, dhe që përgjigjen nga kryeministria atë ditë ju dha që hajdeni nesër u tha Berisha, e deklaroi dhe në konferencë shtypi. Hajde një nesër që ti merrni, i keni të rregullt atë tëra. Dhe kur erdhi problemi gjithë natën i zhduku. Tani për serverat Berisha thotë që nuk janë pyetur. Mund të jetë vërtet kjo që prokurori mos ta ketë pyetur për serverat? E dëgjova besoj. Ne po flasim se kjo është ngjarja sot. Sa për dieni, në raste të tilla, ndërkohë ka disa shkallë procedimi penal. Dhe shkalla e sotme e Berishës ishte do t'jepte deklarime si person që ka dieni. Po. Dhe ai pyetet për ato gjëra që ata të SPAK-ut vlerësojnë se Berisha ka dieni. Po, jo, po ka dhe gjëra tjera që se pyesin ata. Okej. Jo, sepse ajo pas kësaja merret person nën hetim. Dhe tani shumë pak ditë do kalojnë, do shikoni do merret si person nën hetim. Berisha do vetë me avokat herën e dytë. Je i bindur për këtë avokat? 1000%. Tu do ta shoh